Stacioni i trenit në Vlorë duket se mbetet një kujtim i së shkuarës për shumë vlonjat. Godina është vjetërsuar së tepërmi, me xhama të thyer, duke humbur shkëlqimin e saj të dikurshëm dhe është pushtuar totalisht nga heshtja. Edhe mjedisi i jashtëm i godinës së stacionit të trenit është kthyer në një situatë të jashtëshqetësuese, ku infrastruktura është shkatëruar, por banorët thonë gjithashtu se është kthyer në një zonë të rrezikshme, edhe përgjatë mbrëmjes, pa ndriçim dhe ku po shërben si një stres nga përdoruesit e drogës. Po, shumë keq, gjuna, kalojnë njerëzit këtu edhe për i bre të Zotit është. Gjuna, prandaj t'i rregullojmë se i kanë lënë kështu. Do vemi në Tirana, në Lushkja, në Berata. Dikur e mbanit mend? Nuk mba mend. Nuk e mba mend kurdi. Jo, fare. S'ka montuar vëlla, jo. Po duhet të ndryhet për këtë zonë? Po, duhet të rregulluar. Pa tjetër, se gjuna ku do futen njerëzit këtu, gjuna kalojnë e shonë për i bret. Ja kam banuar vetu aty te me qira, edhe s'kalunin do të njerëzit vriteshin, ja, unë rash mu aty te trenit, heva këmbën, edhe vajta në spital, e ndonja një vit e pasaj më moqën e kurat. Rash mu aty e shkava. Po. Pse, apo nga... Nga këto që s'kalojmë do të kishën hedhur ca pllaka në rrugë edhe rash aty. Po si se mbajmë, e mbajmë shumë mirë, po tash qa viti se mbajmë. Jo, për herë të fundit, po them. Për herë të fundit, ka vjetë që s'ka më tren. Ju e frekuentonit? Po si ore venim, edhe në Fier kemi vajtur në Lushnjë, në Tiranë ka vajtur motra e. Si ju duket tani? Shumë mirë, tashi vetëm drogagjinj. Ja, ajo atje vetëm me drogagjinj ka qenë tana. Vetëm drogagjinj. Pra vim këtu që... Pore, në darkë si kim do të këtu ne. Dhe na qënt edhe nga drogagjit. Nuk ka asë ndryqim asgjë këtu? Ndryqime? Ku ka ndryqim? Qatë thua. Ke? S'ka. Kemi asë një janë që të reka që jemi ndryqim, s'kemi asë në palat. Ki ndryqim këtu. Nashtin? Ja. Iku treni oqën. S'ka ma. Për një zonë rrezikshme apo jo? Në darkë nuk kalon, gajti ora 4:30 s'kalon do të këtu. Drogagjin nuk ikin. Treni prej vitesh nuk vjen më në Vlorë. Edhe pse ka një projekt për ndërtimin e Hekurudhës, kjo gjë nuk ka ndodhur ende dhe nuk ka asnjë gjë në horizont deri më tani. Hekurudha shqiptare ka çelur tenderin për të bërë studimin për rehabilitimin e linjës ekzistuese të Hekurudhës Rogozhin-Vlorë, si dhe për të hartuar projekti DEN për lidhjen e aeroportit të Vlorës me rrjetin ekzistues hekurudhor. Synimi është që të ndërtohet linja që të lidh aeroportin e Vlorës me rrjetin ekzistues hekurudhor, me qëllim lehtësimin e aksesit të udhëtarëve në aeroport, në mënyrë më të shpejtë, të sigurt dhe më të qëndrueshme. Tenderi me vlerë 95 milion lek do të jetë i hapur deri më 27 janar 2025 dhe më pas do të vlerësohen ofertat e paraqitura. Linja hekurudhore Rogozhin-Fier-Vlorë është e gjatë 84.3 kilometra, por për shkak të mungesës së investimeve në vite është amortizuar.